Jelena, jelena, e bukurosh jashtë. Jelena, 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 Ky projekt nuk është thjesht një ndërmarrje, është një ëndër e kthyer në realitet. Është një projekt i veçantë, është një projekt i ndërtuar me zemër dhe mbi të gjitha një projekt dashurie. Kasollet e zona është një shembull që e dojmë natyrën, e dojmë fshatin, e dojmë trashëgimin ton, po edhe punojmë bashkë. Kështu që besoj që kjo ka me qenë një shembull i një zhvillimit rural, si një vlerë e popullit tonë, si një vlerë e trashëgimisë, e pasunuar normalisht me arkitekturën që na si ekip, si Maden që unë sonde përfaqësoj edhe ekipën Maden, po realisht e përfaqësoj edhe një prej aksionarëve. Sonte nuk po e hapim vetëm një destinacion turistik, por po e hapim një botë të madhe në një fshat të vogël. Dua t'i falenderoj gjithë partnerët, bashkëpunëtorët, stafin që kanë punu ditë e natë pa unan. Gjithashtu du me falenderu Vlorën që më ka kuptu shumë, Hugon edhe Leonën që më ka ra ko pas kohë mos menajt shumë e këta. Gjithashtu du me falenderu mamin që më ka përkra, Ardin edhe krejt stafin që kanë punu. Kënaquni sonte edhe faleminderit shumë.